Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi që sot jemi e gjithë skuadra e qarkut Tiranës këtu së bashku në këtë moment të parë pas përzgjedhjes për atë kandidatëve të skuadrës sonë të këtij qarku. Vërtet që ka qenë një periudhë shumë sfiduese nga shtatori deri më sot, ku prej shtatorit ne kemi qenë në terren, në takime, diskutime, marrje opinionesh, sugjerimesh nga komuniteti, nga strukturat e Partisë Socialiste. Kemi diskutuar me profesionist, me akademik, me pedagog të universiteteve tona, për të marrë sigurisht opinionet për kandidatët tanë dhe sigurisht për të vjel nga ta të gjitha ato sugjerime të vlefshme për atë që do të ishte përfaqësia që do të drejtonte pikërisht garën në qarkun e Tiranës. Qarku i Tiranës është padyshim zemra e Shqipërisë, është gjithë energjia e madhe e njerëzve të mrekullueshëm që meritojnë të kenë përfaqësuesit më dinjitoz, ku kombinimi padyshimi eksperiencës dhe energjisë të rinjve do të bëjë që ne të arrijmë atë objektiv ambicioz që i kemi vendosur vetes. Përgjatë gjithë këtyre muajve, në këto takime, unë kam patur me shumë pedagog intelektual, të cilët kanë dhënë mendimet, opinionet e tyre, na kanë siguruar mbështetjen e vazhdueshme, një pjesë e cilëve kanë dashur të qëndrojnë jashtë, po themi, garës në skuadër, por me të gjithë dëshirën për të na ndihmuar, për të na mbështetur në vizionin tonë drejt Shqipërisë Europiane 2030. Nga ana tjetër, kemi patur një instrument i cili në këtë vit ka qenë vërtet shumë frutëdhënës, që është platforma Deputeti që duam. Dhe për Tiranën janë mbi 60 aplikantë nga kjo platformë që kanë shprehur në vimësi pra dëshirën për të qenë pjesë e skuadrës së kandidatëve të Tiranës. Një pjesë e mirë e tyre sot janë pikërisht në këtë skuadër si kandidat, por pjesa tjetër me kënaqësi them që më kanë shkruar, sot kemi një takim me ata të tërë, sepse duan të vijojnë të jenë njësoj pjesë. Pra, pavarësisht faktit nëse bëjmë pjesë në skuadrën që garon, ata janë pjesë e skuadrës sonë të madhe. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse kjo është një punë në skuadër, është një mision i të tërve, i misioni strukturave tona, misioni kandidatëve për deputet, një mision i cili është në fakt dhe na lidh bashkë për misionin historik që na bashkon, një mision patriotik për ta çuar Shqipërinë dhe për ta bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe më vjen mirë që në këtë përzgjedhje janë evidentuar të rinjt të cilët do të përfaqësojnë qarkun e Tiranës, duke filluar nga Edlira, e cila është këtu mes nesh sot, dhe e falenderoj në fakt, sepse ajo ka thyer shumë paragjykime për të ardhur deri këtu. Dhe kur kam diskutuar me Edlirën disa herë, ajo më ka thënë që nuk e besoja asnjëherë që do të vija deri këtu, që në rrugtimin tim si një grua e fortë, nën dhe një aktiviste gjithashtu profesioniste, duke qenë se është një besimtare, përfaqësuese e komunitetit musliman, të arrinte të përzgjidhej si kandidate për qarkun e Tiranës. Shumë paragjykime i ke thyer, stereotipi sigurisht që është i fortë ndonjëherë, por ja që me besim, por nga ana tjetër edhe me forcën dhe aftësinë tënde, ja ke dalë të jesh pjesë e ekipit Tiranës. Ashtu sikurse Erion Malaj, një djalë i ri, pedagog në Universitetin e Tiranës, pjesë e listës së mbyllur në Tiranë, gjithashtu nga platforma Deputeti që duam,
Tashmë ka treguar që në gjithë këto muaj, jo vetëm ka qenë pjesë e strukturave tona në njësinë 11, duke punuar aty me komunitetin e Laprakës, por edhe me vlerat që ai përfaqëson si ri, jam e bindur që do t'i sjelli skuadrës son vlerat e shtuara të energjisë që kanë të rinjt edhe profesionistët e rinj si Erioni. Dhe ndërkohë që kemi dhe nuk do doja që të haroja diku pa përmendur, po kemi zgjedhur që të përmendim disa prej jush, do doja që të veçoja këtu Persidën. Persida Shkrepa është një profesioniste re, një arkitekte, kur e kam takuar gjithashtu edhe ajo aplikante në platformën deputetit që duam, ishte shumë këmbgulse. Madje do të thoja edhe pa kokfort, ndjes Persida nëse e përdor këtë fjalë, e vendosur që edhe pse vinte dhe vjen nga Saranda, ajo mbështet të rinjt, edhe pse është e re vet, dhe ka një këmbgulje për të afruar dhe për të bërë edhe më shumë njerëz rreth vetes, rreth qëllimit ton, rreth misionit ton të përbashkët. Dhe jam vërtet e kënaqur që Persida i është bashkuar ekipit ton të qarkut të Tiranës. Dhe thënë kjo, dua këtu që të bëj një veçim për Blendin. Nuk është shumë e shpesht që Blendi Sulaj, nuk e shoh këtu, ndoshta po, që nga në fund. Blendi Sulaj, unë kam njohur si kandidat në kampin kundërshtar. Në njësi 9, kur unë garoja për deputete aty. Dhe Blendi është afruar Partisë Socialiste, pikërisht sepse ndër vite ka parë fuqinë transformuese dhe atë që Partia Socialiste ka bërë, dhe dikur mblidhte vota për kundërshtarët, por jam e bindur që për të bërë socialisti vërtet Blendi do të kaloj kohë, edhe kjo është një sfida jote më e madhe, por sfida jote më e madhe është të bindësh ata të cilët kanë humbur rrugën ende, sepse një pjesë e madhe kanë gjetur drejtimin e duhur, për t'u bashkuar Partisë Socialiste dhe për ta çuar Shqipërinë aty ku ajo meriton të jetë në Bashkimin Evropian, ashtu sikurse ti kërkon për fëmijët e tu edhe për komunitetin tënd. E sigurisht këtu dua që të them që në ekipin ton gërshetohen në një mënyrë harmonike eksperjenca, përvoja dhe gjithashtu edhe energjia e të rinjve, por nuk dua të lë pa përmendur që jemi krenar dhe vërtet të sigurt që garancia për ekipin ton, për ekipin e qarkut të Tiranës, janë padyshim shtyllat e Partisë Socialiste. Erion Braçe, Fatmir Gjafaj, Pandeli Majko, Minko Dheli, Hermon Lafela, Vërtet Gjaçka, Gjemal Qefalia, Arben Plumbi, Blerina Gjulameti, Tilda Gjona, Janila Dena, Elfien Gjafaj, dhe gjithë ndjes nëse ka Ornaldo Rakipi, ndjes nëse nuk kam përmendur të gjithë, por lejoni të bëj dhe një veçim këtu. Një veçim që në fakt nuk vjen tamam nga Bashkia e Tiranës, ku unë kontribuoj si bashkëdrejtuese, po nga Bashkia e Kamsës, ku sigurisht që nëse ka dy vajza që mund përmend, është Sofika dhe Kejsi, që janë pjesë e Partisë Socialiste në Kamzën e rilindur, falë patjetër një pune fantastike të kryetarit të bashkisë, të Rakip Sulit, po patjetër me një kontribut dhe një mbështetje të jashtëzakonshme të Lindita Nikollës dhe të bashkëdrejtueses së qarkut të Tiranës, Elisa Spiropalit. Ndaj më lejoni që edhe një herë të falenderoj të gjithë ju, ndjes nëse nuk i përmenda gjithë, kështu është kur fillon të i përmendesh gjithë të harrosh dikë, Klotilda,
Lerina, Plarend dhe të gjithë ekipi, edhe të gjithë të rinjt, Ervin, Blendi, Adea Përdeni që është bashkuar dhe gjithë ekipi i të rinjt, Lina, Ibrahima, janë shumë, është një ekip fantastik dhe unë jam aq shumë entuziaste për ekipin ton të Qarku Tiranës, jam e bindur që do t'ja dalim, që të bëjmë një fitore historike dhe Tirana të jetë ashtu sikur se ka qenë gjithmonë lokomotiva e fitores Partisë Socialiste. Faleminderit. Ja kaloj fjalën Alisës për prezantim. Mirëmëngjes të gjithëve. Do flas shumë shkurt, sigurisht kryetari dhe kryeministri do flasi edhe në detaj, edhe më gjatë, edhe më thellë për përbërjen e kësaj skuadre, që është një kombinim shumë i mirë i eksperiencës të gjithë deputetëve të kësaj legjislature, kolegëve të mi, kolegëve tanë që janë këtu dhe unë nuk do i përmend një nga një me frikën se mos harroj ndonjë e më pas që deri është më i madh se sa qari i përmendjes, po ju e dini të gjithë se cilët janë deputetët tanë që në këtë legjislaturë kanë bërë një punë fantastike, kanë qenë aty çdo herë për t'i shërbyer qytetarëve në komunitetet e tyre, kanë punuar në komisione me shumë dedikim, kanë përballuar seanca që nuk kanë qenë të lehta, shpesh jashtë çdo lloj norme të etikës parlamentare apo kodeve njerëzore dhe kanë qenë aty gjithmonë për Partinë Socialiste dhe për qytetarët shqiptar për t'ju përgjigjur, jo vetëm besimit që kanë marrë me vot, po dhe thirrjes tyre, vokacionit tyre politik dhe dedikimit tyre qytetar. Kështu që faleminderit me zemër dhe ju jeni në listën e Partisë Socialiste as në të hapur, as në të mbyllur, se kjo nuk ka rëndësi, sepse aty do jetë emri i gjithë secilit dhe gjithë eksperienca, gjithë kontributi do vlerësohet nga qytetarët dhe kjo është një mënyrë jo vetëm për t'i kthyer qytetarëve dhe Partisë Socialiste, por dhe Partia Socialiste e qytetarëve për t'ju kthyer ju besimin dhe mbështetjen që i keni dhënë. Sa për të rinjt jam shumë shpresplot që të gjithë ata që na janë bashkuar në Partinë Socialiste, ata që kanë kontribute ndër vite në Partinë Socialiste, por edhe ata të rinj që kanë kuptuar se Partia Socialiste nuk është një qëllim në vetvete, por është një mjet për të arritur qëllime më të larta, është një mjet për të transformuar Shqipërinë me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste nga 2013 e deri në sot ne kemi bërë ndryshime epokale, cilat mund të përmenden këtu me radhë, me sektor apo me arritje që nga trefishimi i të ardhurave për frym, apo prodhimi i brendshëm bruto që është rritur me 2.6% apo pagat minimale mesatare, pagat në sektorin publik edhe sektorin privat, ndryshimi rrënjësor i fytyrës së Shqipërisë në të gjitha aspektet, transformimi i këtij vendi në një vend që është shumë pranë sot ëndrës tonë historike dhe aspiratës tonë për të qenë pjesë e familjes tonë natyrale, rrënjve tona, familjes europiane, ne po shpresojmë që në 2 vitet e ardhshme të përmbyllim procesin e negociatave teknike me Bashkimin Evropian dhe brenda kësaj dekade të jemi antar me të drejtat barabarta të kësaj familje, pjesë e cilës ndihemi dhe pjesë e cilës jemi. Dhe shpejti do jemi me të gjitha standardet dhe me të gjitha përfitimet dhe detyrimet që ka ky proces. Dua shumë shkurt të përmend të 4 bashkitë e Qarkut. Në Kamës, ku ne kemi bërë një ndryshim rrënjësor, një ndryshim epokal, një rilindje të asaj bashkie e cila ishte harruar, ishte vetëm një bastion i Partisë Demokratike, ku mjaftonte ngjyra blu e bulevardit dhe mjaftonte 2 gishtat lart, mjaftonte marrja e votës pa u dhënë kur gjë mbrapsht atyre komuniteteve, atyre djemve dhe vajzave që janë rritur buskanaleve, ku as kanalizime, as ujë, as shkolla, as kopshte, as qerte dhe as gjë tjetër nuk kanë mbarë mbrapsht nga partia cilën e kanë votuar me vite. Fal punës së kryetarit të bashkisë, ekipit tim, mbështetjes që ka dhënë
personalisht Edi Rama dhe qeveria jonë në transformimin, jo vetëm të infrastrukturës arsimore, po të infrastrukturës në tërësi të shërbimeve në atë bashkinë, sot u shkojmë ballart edhe koklar qytetarëve për t'ju kërkuar votën në bashkinë e Kamzës dhe përveç Linditës, kryetares, se për mua do jetë gjithmonë kryetare e kuvendit, deputetes ton aty, që është aq e dedikuar dhe aq pranë qytetarëve, na kanë bashkuar edhe doktor Halil Koloshi, që është një doktor i palodhur në zonën e Bathores, që ju ka shërbyer të gjithëve pas një dallim dhe që në kohën e pandemisë u zgjendur pranë të gjithëve, vazhdon sot të gjendet pranë atij komuniteti. Kemi Sofika Leshin, që është një piktore dhe mësuese e dedikuar, ku fëmijët e Kamzës, jo vetëm shkollën ku ajo jep mësinë, por edhe në studion e saj private, gjejnë te ajo një mentore dhe një mësuese shumë pranë tyre dhe përfaqëson një komunitet të madh në zonën e Kamzës, do mbuloj edhe Laknasin. Kemi Casey Elezin, që është lindur dhe rritur në Babru të Paskuqanit dhe ajo është një dëshmitare, duke qenë shumë e re, një ekonomiste e re, ende vazhdon studimet në Universitetin e Tiranës, është dëshmitare e transformimeve rrënjësore në atë zonë në Paskuqan si në të gjithë Kamzën. Unë jam shumë besim plot që ne në Kamës do marrim një rezultat fantastik sepse kemi punuar me njerëzit dhe për njerëzit. Në bashkinë e Kavajës duat përmend atë që s'ka nevojë për prezantim, Pandeli Majkon, ish kryeministër, por jo vetëm një deputet i cili kudo shkon vë veten, vë njerëzillëkun brenda tij, por dhe eksperiencën e tij të gjatë politike në dispozicion të komuniteteve dhe bëhet njësh me ta. Ashtu siç dua edhe të mos lë pa përmendur të rinjt aty që janë në fakt dje me vajzat të asaj zone, Ilva Gjuzi, që është në listën tonë të mbyllur, por unë jam e sigurt që do punoj e do vrapoj njësoj sikur të ishte në listën tonë të hapur për të siguruar vota, jo vetëm Golem, po kudo tjetër në Kavajën Rogozhin për Partinë Socialiste. Dua të përmend Eldian Çepelin, një djalë të Kavajës, qytetar i cili i është bashkuar ekipit dhe jam e sigurt që do sjell një vlerë të shtuar sepse vjen nga familje qytetare me vlera aty dhe me kontribute në komunitet. Dhe e fundit, po jo për nga rëndësia, Antonela Dedej, që është nënkryetaria jonë e bashkisë Rogozhin, njeri familjarisht me kontribute në bashkinë e Kavajës, një nën e dedikuar edhe një aktiviste shumë e mirë. Në Vorë, sigurisht, Ornaldo është deputeti ynë aty dhe do vazhdoj të japi kontributin e tij shumë fort për një bashki e cila dhe ajo është duke u rilindur dhe transformimet aty janë të dukshme. Nuk ka nevojë për fjalë të tjera, sepse ajo që ne kemi sot përballë është sfida jonë historike për t'i dhënë mandatin e 4 Partisë Socialiste për ta çuar Shqipërinë aty ku e ka vendin dhe aty ku meriton, në Bashkimin Evropian dhe për të vazhduar transformimin dhe modernizimin e këtij vendi që e dua më shumë. Nuk mund ta lëm në dorët atyre që dhe partinë e tyre kur e patën në dorë nuk e trajtuan as me dinjitetin që i takon një partie politike që ka kontribute ndër vite në Partinë Socialiste, por ju sulën edhe njëri tjetrit me qysqi me armë të ftota në selin e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, që duhet ishte në fakt përfaqësimi i atyre që mendojnë ndryshe, por është kthyer sot vetëm në një bunker të atyre që janë gjithmonë të njëjtët. E njëjta listë e 2030-ës merrni me radhë zgjedhjet në Partinë Demokratike, do shihni të njëjtën listë që nuk mund t'i sjell asgjë Shqipërisë, po vetëm siguron mbrojtjen për një familje të vetme në Shqipëri. Ne do vazhdojmë përpara dhe jam e sigurt me ju, me gjithë ata që na mbështesin, me koordinatorët e Partisë Socialiste, me të deleguarit, me aktivistët tanë, po edhe me ata që besojnë te Shqipëria Evropiane, doja dalim të marrim fitoren më të madhe që ka marrë ndonjëherë Partia Socialiste me Edi Ramën kryeministër, sigurisht. Fjalën e ka kryetari i Partisë Edi Rama.
Mirë, shumë faleminderit. Unë e vura re se cilët mbetën pa u përmendur në ato prezantimet e mëparshme, megjithatë nuk po hy në këtë korrigjim. Besoj që ajo që është më e rëndësishmja është skuadra. Ne kemi sipas meje një skuadër që sot u jep të gjithëve mundësinë të zgjedhin. Kemi një skuadër ku të gjitha moshat, të dyja gjinit patjetër, po në mënyrë të posaçme gratë dhe vajzat kanë mundësi të gjejnë veten dhe të votojnë për veten. Ashtu si kundër, si asnjëherë më parë, Partia Socialiste ka një skuadër ku edhe më të rinjt janë të mirë përfaqësuar, por ndryshe nga herët e tjera, unë besoj që ka dhe një karakteristikë të re, të shumë pritur për mua personalisht, që në skuadrën e 11 ne kemi në të gjithë ekipin ton edhe një përbërje domethënëse të atyre që kanë kapërcyer nga njëra anë tek tjetra dhe janë me ne pasi në një proces të gjatë ose më të shkurtër kanë parë se sa palidhje dhe se sa e kotë është që të besosh se mund të vi diçka e mirë ose mund të bëhet diçka e mirë për vendin e për njerëzit, duke dalë për të kërkuar vota për ata që sot janë përballë nesh. Dhe është e mirë pritur për mua sepse unë besoj që Partia Socialiste është shumë më e gjerë se sa vetvetja. Është shumë më e gjerë se sa perimetri i antarësisë së vet dhe është shumë më e gjerë se sa shumë kush brenda nesh e percepton, duke harruar që në fund të ditës ne jemi këtu mishërimi i vullnetit të afro 800.000 shqiptarëve dhe shqiptarëve që me votën e diasporës mund të shkojnë afër 1 milionshit. Dhe është e pamundur të mos mendojmë edhe të mos përpiqemi që këtë forcë t'u avëm dispozicion të gjithëve. Pavarësisht dallimeve që mund të kemi në tryezë kur flasim për pikpamjet tona lidhur me një çështje apo me një çështje tjetër, në fund ne duhet të jemi të gatshëm që Partinë Socialiste t'ja vënë në dispozicion të gjithë atyre që duan të realizojnë dhe që ndajnë me ne qëllimet e mëdha. Dhe në këndvështrimin tim asnjëherë më parë, të paktën qysh se unë jam në krye të Partisë Socialiste, nuk ka pasur një moment zgjedhor si ky me një peshë specifike gjeopolitike. Patjetër që të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, patjetër që në çdo zgjedhje një parti si e jona hyn për të fituar dhe patjetër që çdo zgjedhje ka pasur peshën e vet mbi fatin dhe mbi ecurinë e vendit, por këto zgjedhje kanë një peshë specifike të posaçme, sepse besoj që qysh nga zgjedhjet e para pluraliste, ose le të themi 2 zgjedhjet e para, ato të
91 dhe 92. Këto zgjedhje janë të parat zgjedhje që kanë një rëndësi të posaçme gjeopolitike për Shqipërinë. Për herë të parë në eksperiencën time të drejt për drejt, mundësia e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian është reale, është e prekshme, është konkrete dhe aktuale. Pra, patjetër që asnjëherë nuk e kemi vënë ne ndyshim, po besoj që nuk ka qenë asnjëherë e dyshuar as nga partnerët tanë evropian që vendi ynë është në Bashkimin Evropian, që Shqipëria do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Por ama asnjëherë si sot kjo nuk ka qenë diçka konkrete dhe aktuale. Është hapur një dritare që nuk do të qëndrojë hapur aty përgjithmonë, por që rrethanat e brendshme të Europës e kanë hapur dhe ato rrethana janë përputhur me rrethanat tona të brendshme, ku si rezultati i të gjitha përpjekjeve të bëra dhe si rezultat i arritjeve të realizuara, ne kemi mundësi ta shfrytëzojmë këtë moment. Dhe ky është një nga ato momente kur treni i historisë kalon përpara nesh dhe kur ne duhet jemi të vetëdijshëm dhe duhet të vetëdijsojmë këdo që treni i historisë ndalon shumë pak në një stacion. Nuk rri aty pafundësisht, sepse e tillë është mënyra se si zhvillohet historia dhe tilla janë këto momente kur në varësi nga leadershipi, në varësi nga kapaciteti i klasës politike, i forcës udhëheqëse të një vendi e kap trenin ose e humbet. Ne nuk mund ta humbim këtë tren. Ne nuk duhet ta humbim këtë tren dhe ne nuk do ta humbim këtë tren. Është sot, duke parë të gjitha ndryshimet tektonike që sapo kanë filluar në mbar botën, ekzistenciale që ne të jemi brenda në Bashkimin Evropian. Dhe këtu ka një punë për të bërë, këtu ka një diskutim për të bërë me njerëzit. Këtu ka nevojë që të gjithë ne në të gjithë këtë fushat, në të gjitha kontaktet, të flasim njerëzve për rëndësinë e këtij momenti dhe për rëndësinë e këtij ndryshimit të statusit tonë. Sepse ndeshën jo rrallë njerëz të cilët e marrin lehtë ose kanë një perceptim gabuar për Bashkimin Evropian ose e lidhin futjen në Bashkimin Evropian me epizode sporadike apo me momente të cilat u kanë mbetur në kokë, edhe ju duket sikur kjo është diçka me një rëndësi relative. Kjo nuk është me rëndësi relative, kjo është me rëndësi jetike për Shqipërinë. Është me rëndësi jetike për Shqipërinë dhe për shqiptarët, sepse vetëm duke hyrë në Bashkimin Evropian, Shqipëria mund të sigurojë një herë mirë lirinë individuale për çdo individ. Liria individuale e shqiptarëve është e kërcënuar për sa kohë ata janë jashtë Bashkimit Evropian. Është e kërcënuar për sa kohë mbetet një çështje e lidhur me kush qeverisë në Shqipëri. Siç është e kërcënuar barazia para ligjit. Dhe sot tek barazia para ligjit ne kemi shumë të qartë kërcënimin. Ne jemi këtu autor të reformës në drejtësi, udhëheqës të procesit transformues të drejtësisë dhe në vetë të parë edhe bartës të kostove më të mëdha të këtij procesi, me vetdijen e plotë që pa këto kosto ky proces është i pa realizueshëm dhe përballë nesh janë forca që duan votën
për të kthyer përmbys gjithçka që është ndërtuar deri tani. Pra, barazia para ligjit dhe ndërtimi i institucioneve që në fund të ditës bëjnë dallimin midis vendeve nuk janë diçka që është e garantuar nëse ne nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Vetëm kur të hyjmë në Bashkimin Evropian nuk do të ketë rëndësi të madhe se kush qeveris këtu. Nga pikpamja e lirive, nga pikpamja e barazisë para ligjit dhe nga pikpamja e të gjitha standardet bashkëtesës. Prandaj, kjo është themelore. Nga ana tjetër, po kaq konkrete është mundësia që çdo shqiptar dhe shqiptare në Shqipëri dhe kudo në botë të pajiset me pasaportën europiane të Shqipërisë. Dëgjoja disa që thoshin në ato komentet që më sjellin për të bërë ato kronikat e mia, që shitani e la Europën dhe tani do na japi pasaporta, nuk është pasaporta e BE-s, nuk është diçka që jep qeveria. Pasaporta e BE-s buron nga hyrja në BE. Dhe ne duhet bëhemi antar të BE-s që të marrim pasaportën e BE-s. Dhe marrja e pasaportës BE-s për çdo shqiptar është një moment transformimi i plot i jetës së tij, të familjes së tij dhe mbi të gjitha i perspektivës fëmijëve. Dhe të fëmijëve. Pasaporta e BE-s i jep çdo shqiptare më në fund atë që s'e ka pasur kurrë. Atë që s'e ka pasur kurrë. Dinjitetin e barabartë me çdo tjetër në qiellin e përbashkët të Europës. I jep statusin e barabartë dhe mundësinë që kur më të mos shihet si qytetar apo qytetare dorës dytë. Pasaporta e BE-s i jep të gjithë fëmijëve të Shqipërisë mundësinë që të studiojnë në çdo vend BE-s si shtetas të BE-s, jo si student të huaj. Dhe kjo bën dallim të madh në shumë aspekte në jetën universitare. I jep mundësi çdo shqiptari dhe shqiptare që kur të shkojë në aeroport, jo thjesht të mos ri përballë një policie dhe t'i shpjegoj se ku po shkon, ku sheftoi, sa lek ka me vete, sa do ri dhe pastaj t'i përgjigjet pyetjes kur do ikësh. Por të hy pa ndaluar as një sekond përballë një polici, thjesht duke treguar pasaportën dhe të qëndroj sa doj. Dhe të punoj ku doj, nëse gjen mundësinë për punë, por edhe të jetë nën kujdesin e shërbimit shëndetësor të cilit do vendi ku shkon. E thënë ndryshe, pasaporta e BE-s i jep çdo shqiptari dhe shqiptare mundësinë që të jetë po aq suedez sa suedezët në Suedi, po aq francez sa francezët në Francë, po aq spanjoll sa spanjollët në Spanjë dhe kështu me radhë. Kjo është pasaporta e BE-s. Ky është antarësimi i BE. Tani nga se rrezikohet kjo, se dikush mund thotë që po të gjithë këtu duan ta çojnë Shqipërinë në BE. Edhe Këneta BE. Thot gjithë ditën. Gjithë bretkocat BE-n kanë në gojë. Pse duhet të shkoj votat e Partia Socialiste? E thash dhe më parë, ky është një moment në histori. Kjo është një dritare e hapur, kjo është një tren që është para nesh në stacion. Dhe ka ndaluar me një kohë të caktuar. Koha është 2027. Na është pranuar dhe kemi dakordsuar që deri në fund 2027 do mbyllim negociatat. Negociatat nuk janë as komente në Facebook, nuk janë as postime në TikTok, nuk janë as analiza Roma për Toma në për klubet e natës, nuk janë as fjalime, negociatat janë një punë për të qëruar oriz në çdo ligj, në çdo nen, në çdo sektor dhe një punë për të provuar se çdo gjë që shkruhet bëhet.
Pra janë një punë e përditshme, janë 1000 vetë sot, ne jemi këtu duke folur për zgjedhjet, 1000 vetë, paka shumë, janë në zyra që punojnë për negociatat. Janë 40 skuadra nga pushteti ekzekutiv, nga pushteti gjyqësor, nga agjencitë e tjera të pavarura, që janë të angazhuara për negociatat. Dhe asnjë lëkundje, asnjë ndalim i kësaj pune, asnjë çoroditje nuk duhet lejuar të ndodhi. Kjo është përtej të gjithave. Dhe prandaj 11 maj duhet jetë vula e shumicës dërmuese shqiptarëve për t'i thënë kësaj skuadre vazhdoni punën sepse asgjë nuk lëviz, drejtimi nuk lëviz, koha shfrytëzohet minut për minut dhe gjërat siç janë parashikuar bëhen afat për afat. Nuk ka mundësi t'i shpjegosh Bashkimit Evropian se shiko se u bën zgjedhje dhe ka një kështu situatë, se shiko se nuk ka mundësi. Ky është një moment kur çdo shqiptar duhet ta ndjejë dhe ta kuptojë që është pjesë e këtij procesi. Është vetvetiu pjesë e këtij procesi, thjesht me votën e vet. Nuk i kërkohet të shkojë në zyrë ose të shkojë tek dyqani dhe të fillojë të punojë për negociatat, po i kërkohet që me votën e vet të garantojë të gjithë punën që bëhet për negociatat. Dhe në fund të ditës, në fund të këtij procesi, rezultati i parë konkret do të jetë që do të marri pasaportën europiane të Shqipërisë. Dhe me atë pasaportë do të jetë njeri i lirë dhe i barabartë në të gjithë perimetrin e Bashkimit Evropian. Kudo ku një shqiptar me pasaportën e BE-s do të gjendet dhe do ketë nevojë për një mbrojtje, për një ndihmë, për një emergjencë dhe nuk do ketë pranë një ambasadë të Republikës së Shqipërisë, ambasada më e afërt e BE-s është në dispozicion të tij, ose të saj, ose të tyre. Kaq e rëndësishme është kjo. Me hyrjen tonë në BE, Shqipëria bëhet sa Europa dhe Europa bëhet sa Shqipëria. Si të shkojmë nga Shkodra në Korçë, me të njëjtën lehtësi do shkojmë nga Portugalia në Poloni, nga Shqipëria në Suedi. Dhe askush nuk do na ndaloj, askush nuk do na e bëj rastin e jetës kur jemi të rinj edhe jemi atje dhe me patjetër duhet të rrim atje se ndryshe nuk na jepet mundësia të shkojmë prapë. Jo. Kthehemi, shkojmë prapë, provojmë, kthehemi, pra ndryshon komplet perspektiva. Këto janë zgjedhjet e 11 majit në thelb. Dhe për këtë arsye ne duhet bëjmë çmosin që në këto zgjedhje të marrim rezultatin më të mirë të gjithë kësaj serie fitoresh, 9 fitore radhazi. Në 11 maj kemi radhën e 10 dhe do të marrim një fitore me notën 10, duke filluar nga Tirana, ku qelli duhet jetë kufiri, qelli. Llogaritë aritmetike nuk vlejnë në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje vlen një llogari tjetër, llogaria e shqiptarëve me historinë, me të shkuarën dhe me të ardhmen. E ardhmja, si asnjëherë më parë, është e materializuar në këto zgjedhje me një vot. Sepse na duhen një vit e gjysmë, jo më shumë se një vit e gjysmë, për t'i vënë të gjitha gjërat në vijë dhe një vit 2027 për të përmbyllur gjithçka. Dhe pastaj vetëm parlamentet e vendeve të tjera që do të jenë ngjarje emocionale dhe historike në vete, 27 ngjarje ku çdo parlament do
votoi që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe të çojë në këmbë duart trokas Shqipërinë. Çdo parlament i Evropës. Tani, kjo është kaq konkrete sa që e bën politikën shumë konkrete. Shumë konkrete. Të gjitha të tjerat janë të rëndësishme. Kanalizimet janë të rëndësishme. Rrugët janë të rëndësishme, shkollat janë të rëndësishme, spitalet janë të rëndësishme. Të gjitha janë shumë të rëndësishme. Patjetër pagat janë shumë të rëndësishme, punësimi shumë, të gjitha. Por përtej të gjitha këtyre dhe e lidhur drejt për drejt me të gjitha këto, qëndron ky moment. Mandati më i fortë deri më sot për Partinë Socialiste, për këtë forcë qeverisëse që 2030 ta gjejë Shqipërinë brenda Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian, ndër të tjera, se është dhe ana tjetër e medaljes, nuk është vetëm çështje lirish dhe drejtash, është dhe një çështje drejt për drejt e lidhur me ekonominë dhe me rritjen e mirëqenies. Disa e thonë pa të keq që kush është në BE, po shef keq. Mo bet kot. Të gjitha problematikat e brendshme të BE-s janë problematika që ne do donim të kishim, në vend se të kishim problematikat që kemi trashëguar dhe me cilat mezi po ndahemi. Por të gjithë u duhet thënë ama, në çdo takim, që BE-ja është një vlerë e shtuar financiare për Shqipërinë. Që ne në 10 vjet kemi marrë nga Bashkimi Evropian si mbështetje pak më shumë se 1 miliard euro. Duke hyrë në BE, çdo vit do të marrim më shumë se 1 miliard euro. Ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian mbështetje për bujqësinë, që është shumë më pak në total se sa 300 milion euro, ndërkohë që 300 milion euro do t'i marrim çdo vit vetëm për bujqësi. Për të mos folur për rinin, programet e veçanta, për punësimin e rinis, për të mos folur për teknologjinë e kështu me radhë. Sepse në BE hyn në një familje ku ka të rritur dhe ku ka të vegjël. Ku ka vende të mëdha dhe të zhvilluara dhe ku ka vende më të vogla dhe më pak të zhvilluara. Dhe aty janë të ndara kategoritë. Janë kontribusit, siç janë të rriturit në një familje, janë dhe përfituesit, siç janë të vegjëlit në një familje. Dhe ne do të hyjmë tek kategoria e përfituesve. Pra ne do të marrim nga BE-ja shumë më tepër se çdo të kontribuojmë për BE. Ndërkohë që Franca e Gjermania e disa të tjerë marrin nga BE-ja më pak se sa që kontribuojnë për BE-n. Dhe debati i tyre i brendshëm lidhet me këtë fakt. Por ama shumica dërmuese vazhdon të jetë e vendosur për të qëndruar në BE, sepse të mirat që burojnë nga të qenë në BE janë shumë më të mëdha se sa të mirat që do të mbeteshin duke dalë në BE, shikoni vetëm Britaninë e Madhe dhe i keni parë gjitha. Fokusi tek BE-ja është sot kaq i rëndësishëm sa që bëhet çështje themelore e një fushate elektorale. Nuk ka qenë ndonjëherë çështje themelore, e kemi parë gjithmonë si konsekuencë të gjërave të tjera. Dhe patjetër që kemi shumë gjëra për të thënë edhe për të gjitha të tjerat. Duke filluar nga uji i pishëm që na tregojnë historira me çezma që nuk nxjerrin ujë, ndërkohë që kur ne kemi marrë detyrën dhe kjo e ujit pishëm është shumë domethënëse sepse është pasqyrë konkrete këtu në fyt si në të gjitha të tjerat. Por kjo është shumë konkret. 4 zona urbane kishte Shqipëria me 24 orë ujit pishëm. Sot ka 43 urbane, 98 rurale dhe janë 11 zona tjera që janë në kantierë. Dhe brenda mandatit 4, kjo çështje do të jetë e zauruar. Dhe patjetër që kur ne kemi nisur këtë punë,
kemi pasur këtë ambicje dhe patjetër që jemi këtu për ta realizuar këtë ambicje. Edhe të gjitha ambicjet e tjera. Por përsëri, dhe po e mbyll, ne duhet jemi shumë të vendosur sepse është historia më në qendër se kur të një palë zgjedhje. Më në qendër se kur një palë zgjedhje është historia e këtij vendi. Janë zgjedhjet më historike nga 2013 e këtej ose më saktë nga 91-92 e këtej. 91-92 ishte për të konfirmuar një sistem tjetër, ndërsa këto zgjedhje janë për të konfirmuar që Shqipëria bëhet pjesë e një sistemi të ri ndërkombëtar. Për sa i përket pastaj të gjithë skuadrës tonë, unë jam shumë besim plot që kjo skuadër që kemi në rang vendi e pasqyron më së miri këtë vetdije dhe këtë moment. Nuk ka asnjëherë dot një skuadër perfekte, por ama besoj që është shumë e qartë për gjithë që Partia Socialiste ju ka dhënë gjithë dhe mundësinë të deri edhe ballistëve ju kemi dhënë mundësinë që të shohin nga ne nëse nuk duan të vdesin në kënet. Kemi një ballist këtu, Alit Valterin, që kur na njohu nuk na unda më. Fillim e mori kështu si. Fillim vinte afër nesh me nga inati atyre, po pak nga pak kuptoj që nuk është çështje inati ardhja me ne, po është diçka shumë më tepër se kaq. Kështu deri dhe ballistët e kanë mundësinë që t'i shmangen rënjes në kënet, ose që ata të rënë janë në kënet, po qëndrimit në kënet. Është shansi i tyre i fundit për të dalë nga këneta, sepse në momentin kur do hymë pastaj në BE, fjala ballë kombëtar do të jetë thjesht një epizod historik. Kështu që nuk është shaka Alit, kjo është e vërteta. Kështu që shko tani dhe thuaj atyre të tuve që hajdeni këtu se mbetet përfundimisht në kënet. Dhe me këtë hudhër në fund për të mos marrë mësysh, po e mbyll, se hudhër më të mirë në një shtëpi politike se sa të kesh një ballist në fasad nuk ka. Shumë faleminderit.